Ndoshta pikërisht të segment të marrëdhënies së qeverisë shqiptare me ndërkombëtarët, partnerët europian dhe jo vetëm, ndoshta meriton një hapësirë më të gjerë që ta analizojmë dhe ta zbërthejmë, profesor, por doja të pyesja edhe për Bosnjën e Hercegovinën që ju e cekët pak më herët. Është hapur një diskutim që le të themi të ketë një status të ngjashëm dhe për kroatët, siç kanë serbët me Republika Srpskan, një entitet i tretë pra në Bosnjë Hercegovinë. Si shikoni ju këtë dhe çfarë mund të sjellë kjo, gjithmonë me këtë syt që kemi ne në rajonin tonë dhe vëmendjen tek Kosova, ku edhe aty ka një pretendim për le të themi një hapësirë, varet se çfarë kompetencash më pas mund t'i jepen, edhe këtu ka shumë diskutime, sa i përket bashkive ku ka një popullsi le të themi me mazhorancë të minoritetit serb. Për të kuptuar këto lëvizje në Bosnjë duhet vërë në kontrast me Maqedoninë si ilustrim. Në Bosnjë faktori kroat ishte kooperativ për një kohë të gjatë, por me kosto që partitë bosnjake, por ato serbe shpeshherë u avvidhin votuesit nga kampi etnik dhe drejtonin drejt kampit multietnik social-demokrat, social-liberal, por që vetëm shtonte pakënaqësinë e kroatëve në rajonin e Herceg-Bosna, si e quajnë ata, por edhe tek vetë Kroacisë. Para 3 apo 4 viteve, paralelisht kur në Kosovë dhe në Maqedoni vepronin aktorë si diplomatë amerikanë si Matthew Palmer apo Gabriel Escobar, ata në Bosnjë me ndihmë të diplomatëve gjerman insistonin që vota kroate etnike të ruhet dhe të mos kërcënohet apo të cënohet dhe abuzohet nga partitë bosnjake apo në serbe. Njëkohësisht në Maqedoni, po këta diplomat insistonin gjithnjë e mëzëshme, tani më dhe shohim rezultatet, se shqiptarët duhet thjesht të shkrihen në konceptin multietnik, vetëm që të sigurojnë një kuantitet votash që do siguron dominancën e pseudo-liberalëve Maqedonas, karshi nacional-socialistëve Maqedonas të vëmëros. Ajo që kjo pra në Kroaci që fitoi me ruajtjet e votës kroate, tani gradualisht rrumbullaksohet me mundësinë e krijimit të entitetit të tretë kroat, për të cilën ka pëlqim në qarqet e afërta në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos në qarqet konservative, por edhe në ato në Gjermani, Francë edhe vende tjera të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që të shqiptarët në Maqedoni, në vend se të forcohet vota etnike, shqiptarët ofrohej një përfaqësim formal, duke dhënë poste formale ministrore, duke dhënë kryesime me OSBE, por rreptësisht dhe kategorisht duke refuzuar çfarëdo mundësie të organizimit territorial o administrativ siç e kërkojnë kroatët, siç e kanë serbët në Bosnjë, siç e kërkojnë serbët në Kosovë dhe siç serbët e sigurojnë në Malzi përmes kishës ortodokse serbe. Dhe kjo është shembulli se si vepron një diplomaci serioze, e cila nuk mashtrohet me lajka të ca posteve pompoze, por mendon armërinë edhe përfaqësimin e kombit të vet. Profesore, pyetja e fundit që kam për ju. Është diskutuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës për një projekt ligj, do të shikojmë nëse do të aprovohet apo jo, që detyron, le të themi, Shtetet Bashkuara të Amerikës të mbajnë një qendrim për moscënimin dhe mosndryshimin e kufive në Ballkan. Duket sikur është një lajm shumë i mirë për ne, sepse do të garantonte në një farë mënyrë qendrimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës për mos të ndryshuar dhe kufit e Kosovës si pasojë e këtij ligji, por ana tjetër e medaljes, a do të na pengonte më pas në këndvështrimin tuaj nëse bëhet gjithmonë realitet që të mos kemi më mundësinë si Shqipëri dhe Kosovë në jetë ardhme të bëhemi një kombë, një shtet.